Një nga sfidat kryesore me të cilat do duhet të përballet qeveria e re është rikthimi i ritmeve pozitive të rritjes ekonomike. Ky ka qenë edhe premtimi kryesor i fushatës elektorale nga të dy kampet politike, që kanë dhënë edhe alternativat respektive, e djathta duke premtuar një qeveri të vogël me pak kabinete, me pak shpenzime, ndërsa e majta duke premtuar një qeveri ndryshe, me ndikim më të madh dhe direkt në ekonomi. Me përfundimin e zgjedhjeve që shpallën fitues, koalicioni i majt ka publikuar strukturën e re të qeverisë. Nga 15 që ka aktualisht, kabineti qeveritar do të ketë të përbërjen 21 antar, eksaktësisht sa kishte para vitit 2005, e madje duke rikthyer edhe postet e ministrave të shtetit në të njëjtin numër sa më parë. Në strukturën e re, Ministria e Financave nuk ndryshon kompetencat nga ato që ka aktualisht, edhe pse janë paralajmëruar një sër reforma strukturore që në thelb do të sjellin ndryshimin e organizimit të drejtorive. Ndërkohë, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës rikthehet në strukturën e para vitit 2005, pra duke u ndarë në 2 dikastere, secili me kompetencat e veçanta. Aktualisht kjo ministri trajton çështjet që lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit, duke pasur në varësi sektorin energjetik, burimet natyrore, investimet e huaja, tregtinë dhe biznesin. Struktura e re parashikon ndarjen në 2 ministri, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, që do të ketë në fokus dhe në kompetencë sektorit e zhvillimit, problematike në klimës së biznesit, si dhe zbatimin e detyrimeve që burojnë nga marrëveshjet ndërkombëtare në fushën e ekonomisë, dhe struktura tjetër që është Ministria e Energjisë dhe Industrisë, që do të ketë në fokus zhvillimin e sektorit energjetik dhe burimet natyrore. Një dikaster tjetër që do ndahet është edhe Ministria e Punëve Publike dhe Transporteve. Aktualisht ky dikaster mbulon çështjet e zbatimit të politikave dhe programeve për infrastrukturën rrugore, transportet, shërbimet publike, planifikimin hapësinor, deri dhe strehimin. Në strukturën e re, kjo ministri ndahet në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, që do të ketë në fokus vetëm politikat e transportit, telekomunikacionit dhe infrastrukturën, dhe në Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe e Turizmit, që do të ketë rolin e planifikimit, kontrollit të territorit dhe aspektet që lidhen me zhvillimin urban dhe turistik të vendit. Në strukturën e re, një ndryshim kompetencash poson edhe Ministria e Bujqësisë, së cilës i shtohet edhe kompetenca administrimit të ujrave. Kjo kompetencë në strukturën ekzistuese të qeverisë i përkiste Ministrisë së Mjedisit. Një nga dikasterët që pëson më shumë ndryshime në kompetenca është Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Në strukturën e re, ky dikaster do të ketë si fokus pune vetëm çështjet e kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Çështjet e turizmit do trajtohen nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, ndërsa çështjet e sportit do trajtohen nga dikasteri i ri i emërtuar Ministria e Arsimit dhe Sportit. Çështjet e rinisë do trajtohen nga Ministria e Mirëqenies Sociale, që sot është emërtuar Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Po ashtu ndryshimet të ndjeshme në kompetenca dhe në fokus pune pësojnë dhe Ministria e Brendshme, që nuk do trajtojnë më çështjet që lidhen me pushtetin vendor. Për këtë të fundit do të kujdeset një ministri i posaçëm pa portofol, që do të jetë ministri i çështjeve vendore. Po ashtu nga Ministria e Brendshme hiqet edhe varësia e administratës publike, që tashmë do të transferohet në kryeministri, ku do t'i bashkangjitet punës së ministrit të shtetit për inovacionin. Ndërkohë në dikasteret e tjera ekzistuese, edhe pse nuk janë paralajmëruar ndarje, ndryshime kompetencash apo emërtesash, është paralajmëruar një ristrukturim i thellë me qëllim kthimin e qeverisë në një strukturë më efikase. Pas publikimit të strukturës së re të qeverisë që do të ketë në përbërje kryeministrin, zëvendës kryeministrin pa portofol, 16 dikastere qeveritare dhe 3 ministra shteti, hapi radhës është për zgjedhja e emrave që do të marrin përsipër drejtimin e kësaj strukture. Emrat e antarëve të kabinetit pritet të zyrtarizohen brenda pak ditësh. Deri më tani zyrtar është vetëm emri i kryeministrit të ri.